Shteti shqiptar është detyruar të ndërhyjë vetëm dje për të dhënë jo 10 miliona euro siç thon sorrat dhe korbat e bulevardit, po 4 milion euro. 4 milion euro nga buxheti i shtetit, nga parat tona, të cilat do të shkojnë për koncertin e Kanye West. Unë nuk e di se si ky kryeministër, teksa ka spitalet pa ilaçe, teksa ka spitalet pa pajisje, vendos që parat e buxhetit të shtetit, pra parat e shqiptarëve, t'i çojë për një koncert. Unë nuk e di se me çfarë mendje, me çfarë ndjesie njerëzore i bëjnë këto veprime. Këta e kanë humbur totalisht situatën nga realiteti shqiptar. Si mundesh të çosh 4 milion euro nga taksat tona, teksa aktualisht mungojnë sot medikamente në spitalin onkologjik, teksa gratë të cilat vuajnë nga kanceri i ginekologjik nuk bëjnë brakiterapinë, do të ishin parat mjaftueshme për të blerë një pajisje të brakiterapisë. Si mund të jepen këto para për një koncert, teksa pacientët të cilët vuajnë nga kanceri nuk e ka një PET scan në Shqipëri, duhet shkojnë ose në privat ose jashtë shtetit për të bërë një nga diagnostikimet më të rëndësishme në luftën kundër kancerit. Si mundet të jepen 4 milion euro për një koncert, për qef, për të kërcyer, teksa tek neurologjia, shërbimi i trombektomisë dhe arteriografisë nuk i jepet. Dhe argumenti sepse nuk vendoset në punë ky shërbim është se nuk ka para, nuk ka lek. Sepse ky shërbim është jetik për ata të cilët psojnë goditje në kokë. Shkojnë tek QSUT-ja, nuk marrin shërbim se nuk punojnë pajisjet, nuk janë vënë punë. Dhe ti ose do paralizohesh, ose do vdesësh, ose po pate më shumë se 30.000 euro të shkosh tek privati. Ore, si mundet një shtet, teksa ka situatën e spitaleve ku thret qameti, me mos bërjet analizave, me mungesat të rëndësishme edhe të skanerave dhe MRI-ve të rezonancave magnetike, prandaj shkon radha 3-4 muaj, 5 muaj. Ore, ka spitalin pa vigona, ka spitalin pa disje që bëhet skaneri dhe rezonanca magnetike, ka spitalin pa alkohol, ka spitalin pa shiringa, ka spitalin pa letrat që do duhet shtruar tek krevati që tulen pacientët. Dhe 4 milion euro nga taksat tona, sikur të ishin hiç mos gjë, jepen për një koncert, për qef, për tallava. Aq kushtoi dhe kopshti i Eden, 4.3 milion euro. Lek nga buxheti i shtetit që nuk kanë pikën e rëndësisë publike. Çfarë fitojnë pacientët që vuajnë nga kanceri, apo të tjerët me goditje në kokë, apo të tjerët që kanë probleme në spitale marrin shërbim nga koncerti i Kanye West? Çfarë fitojnë? Pra, i bie, ajo çfarë bën kryeministri është i tillë krahasim. Nuk ke shtëpi, jenë qell të hapur dhe blen divanet përpara se të ndërtosh shtëpinë. Kjo është logjika se si funksionon ky njeri, i cili e ka humbur totalisht realitetin, nuk jeton me realitetin shqiptar, me hallet e njerëzve. Ai jeton një realitet tjetër, një realitet luksi, ku parat tona, parat e shqiptarëve nga buxheti i shtetit, i çon për kopshtin Eden, i çon për koncertin e Kanye West, i çon për satelitët 6 milion euro, i çon për inceneratorët që nuk ekzistojnë, i çon për Tigrin 1 dhe Tigrin 3 në Vlorë, që deri tani flitet se janë 60 milion euro dëm, i çon për tunelin e Llogaras, i cili gjithashtu flitet se dëmi është 50 milion euro, i çon në rrugën Qukës Qafploç, nuk e dimi 300 milion euro rrugë, sikur aty po ndërtohet një pistë avionësh e jo më një rrugë. Pra, gjithë këto para do ishin të mjaftueshme për të siguruar trajtim, diagnostikim, shërbim për pacientët shqiptar. Mendoni, shëndetësia nuk është politik. Shëndetësia është fakt dhe shëndetësia nuk do të thotë që je i majt dhe ti merr shërbim apo je i djathtë dhe nuk merr shërbim. Gjithë trajtohemi njësoj. Dhe shëndetësia nuk duhet të ketë politik. Kushdo qeveri nuk duhet ta trajtojë shëndetësinë me politik, por duke plotësuar nevojat që kanë njerëzit me pajisje me ilaçe. Dhe nëse ti nuk i plotëson këto nevoja, po kryen krim kundër njerëzimit ndaj pacientëve të cilët shkojnë në spital e nuk trajtohen.